Sheshi Skënderbej dhe projekti realizuar nga Bashkia e Tiranës ka ngjallur replika në parlament mes kryeministrit Sali Berisha dhe deputetit socialist Ben Blushi. Duke mbrojtur projektin, shefi i qeverisë tha se në kohën që Bashkia e Tiranës drejtohej nga Edi Rama, qytetarëve të Tiranës u kushtoi $5.000 një pemë. Për këtë arsye, kryeministri tha se opozita po vjell vrerë mbi buxhetin duke folur pa fakte. Diskrecion, po sa paguan qytetarët e Tiranës për gjelbrim? A e dini ju që u kushtoj pema $5.000, një pemë, sheshi, po është mrekullia re sheshi, nuk bëjmë ne kurbane, piramidra, gjëra të lidhura me rritet e vdekjes, hiq harrojeni. Por i menjëhershëm ka qenë reagimi i Ben Blushit, i cili ironizoi duke thënë se është hipur Skënderbeu, jo në një kal, por në një lop, që është lënë të kullos bar. Te Skënderbeu nuk shkohet, duke si u keni hypë Skënderbeu në një lop, e keni lënë në një fush me bar edhe po kullot. Aty nuk shkohet përveç se zbathur. Jo, po kjo nuk është për të qeshur. Në qoftë se Saliu ka mundësi tani të shkojë te monumenti Skënderbeut, pa hoqur bucët, do e ndjek dhe unë bravo. Ka diskrecioni. Çfarë është diskrecioni? Është si puna aty lastikut ose e kollarës tënde. Ti mund ta lidhësh kollarën këtu, po e lidh aty ku e ke. Ky është diskrecioni. Po kollarja është po ajo, siç e ke sot. Nërsa ati zotërisht do t'i përgjigjem një varg Sergej Jeseninit. Jam gati që kravatën më të mirë t'ja varg kalit që më partë më dalë. Kryeministri Berisha u është përgjigjur pjesës më të madhe të deputetëve socialist për sa i përket shpërndarjes së buxhetit dhe prioriteteve të qeverisë në zonat e tyre elektorale për vitin 2012.